4-5-6 çfarë? 1000 euro? Kallashët. 4-5-6 si sasi. Kallashin 4-5-6.000 euro, jo. Po të vajti kallashi 6.000 euro. Është shumë apo është pak? Si së shumë? Shitet për më pak? Absolutisht që shitet më pak. Sa mund shkoj një kallash? Po 500 euro maksimumi. Ka ishtë lirë shitet? Varet është poliçan nëse kene. Po problemi është që shumica njerëzve nuk e kanë idenë se çfarë blejnë. Pra, edhe kjo tregti që shihni, pra është në nivelin e tregtie primitive. Pra nuk i përket grupeve të organizuara. Pra kemi një individ. Nuk i përket grupeve të organizuara. Nuk i përket grupeve të organizuara. Kemi një individ që shet edhe këtu edhe në rastin e Fierit, zotëriet, pra kemi individ të cilët mundohen të profitojnë, pra hapin biznes, si çdo kush që hap një biznes, si shet domate, kastraveca o diçka tjetër, ky ka hapur këtë biznes pse atë bën, ato lidhje ka, ato njohuri ka. Pra nuk kemi biznesi i armëve në rrugën e Shqipërisë, hiç ata që e kanë të ligjshme, pra për këto që janë të regjistruara, pjesa tjetër e këtyre nuk kanë të bëjnë dhe nuk janë pjesë e grupeve kriminale të strukturuara, siç është në Maqedoni, siç është në Maltëzi, siç është në Bosnjë, pra në Bosnjë, në Maltëzi dhe në Serbi. Ti nuk mund të blesh një armë pa marrë miratimin e një grupi kriminal që kontrollon atë që shet armët. Pa mundur duhet miratimi i grupit kriminal që shkosh dhe të blesh një armë. Sepse përpara se të blesh, grupet kriminale që janë atje kanë probleme me njëra tjetrën. Dhe përpara se të blesh armë, ti nuk mund të blesh armën në Maltëzi sot për sot, nesër ti do shkosh, do porosisësh, do të pyesin ku do ta çosh, kë je, në rast se je nga Shqipëria, okay, pa problem, ta japin, po jo, se merr sot. Pra, nuk mund të marrësh armë brenda ditës të blesh në Maltëzi, në Serbi, në Bosnjë. Është e pamundur që të marrësh armë, sepse trafikun e armëve e kontrollojnë grupe të strukturuara kriminale. Klane, pra, atje kemi klane. Në Maltëzi janë 2 klane kryesore, të cilat luftojnë që 25 vjet për ndarjen e Maltëzi. Njëri klan është malazezo-serb, njëri klan tjetër është malazezo-shqiptar, janë bashkë. Po. Klanet. Dhe këto të dyja janë klane që luftojnë, bëjnë luftë me njëra tjetrën, luftë për territore. Dhe këto kontrollojnë të gjithë llojin e biznesit, edhe biznesin e armëve. Dhe këto nuk janë armë të sofistikuara. Po të shihni për shembull, pra mund të quhet një operacion i suksesshëm ky? Unë nuk e di nëse mund të themi një operacion i suksesshëm, për arsye se unë do ta quaj të suksesshëm çdo operacion në rast se ai do t'i kapte këto kur kishin hyrë. Pra jo në momentin që ti ke blen, pra siç e ka zotëria në fjalë, ka vajtur, ka kërkuar dhe pastaj ka shkuar policia, ka arrestuar. Këtu nuk kemi të bëjmë operacion suksesshëm. Këtu kemi dështim totalisht të policisë. Pra kur ti e blen, pasi tjetri ka hapur tezgën, pra kur policia e gjën, pasi ka hapur tezgën, atëherë policia ka dështuar. Policia duhet ta gjetë përpara se të hapi tezgën. Ai e ka pasur furgonin aty që sa kohë. Pra policia nuk na thot që sa kohë ka ekzistuar ky furgoni këtu, se aty rruga është e mbushur me kamera. Pra në rast se ai ka pas furgonin aty 6 muaj, domethënë ai për 6 muaj ka shitur dhe ti e kape pas 6 muajsh dhe thua operacioni i suksesshëm. Jo, ky s'është i suksesshëm. Ky është dështimi i policisë së shtetit. Po mirë, po gjithë këto pajisje të tjera, nëse armët nuk janë sofistikuara, makineria e legëve, makineritë e legëve nuk është, makineritë e legëve mund të blesh në çdo dyqan, më ka që shesin kështu pe bler makineri legësh. Pajisjet e valve nuk është problem sot për të bler pajisje që bllokojnë valet, nuk është asnjë problem, pa mund blesh kudo, edhe në Evropë edhe çka tjetër. Në disa vende të Evropës nuk kërkohet as leje, as licencë, as regjistrim për këto. Pra e blen edhe si nuk ka problem. Disa vende ka që të kërkojnë regjistrimin, kërkojnë licencën, kërkojnë dokumentacion, po një pjesë nuk kërkojnë fare dokumentacion. Në Turqi pajisje për bllokimin e valeve mund të blesh pafund. Inshallah të qellojnë të mira, pra nuk të asaj shumica janë falso, por ka pafund që blen.